Zoti Islami, ku kërkon të arrijë Edi Rama, i cili e nisi me goditje në theth, më pas me përplasjen që ndodhi dhe po ndodh ende në Rjoll, me rastin e fundit në Zvërnet, e shumë raste tjera ku po goditet shqiptari në mënyrë të përditshme. Ku kërkon të arrijë Edi Rama në këtë rast? Tek zhdukja e Shqipërisë dhe kombi shqiptar, se ai vetë nuk është shqiptar, ai është hebre. Në Gen, Po nga doli hebre tani se ka deklaruar që ka pasur disa të vetë bëja dënën, se ta themu nga del hebre. Vetë bëja dënën. Është hebre zotëri, është qiput. Është qiput për qiput. Njerë ju keni thënë që është vle, tani doli hebre. Jo. Po vlet, e di që janë vlet. Janë brenda asaj që kam thënë. Vlet zotëri janë qiputët e shpërngulur nga Toledua në 1462. Nga Spanja. Dhe u vendosën në malet e Pindit, në Voskopoj, u shpërndan. I pranoi ai Sultan Sulejmani, u dha vend toka e Troje, edhe janë vendosur aty dhe një pesa me madhe vajtën në Vlahi. Vlahia originale, zotëri, si janë ata vlet që vinë këtu. Vlet originale janë atje. Ta janë qiput që janë përzën ande dhe u quajtë me qenë nga Vlahia që janë vlet. Po vlet janë qiput në Gen. Kujt interesave u shërben Edi Rama në këtë rast në mënyrën se si po e qeveris vendin? Edi Rama i shërben interesave anti-shqiptar, kryesisht interesave greke, sërbe dhe hebrejve në përgjithësi, sepse aleanca e izraelitëve me grekët është e njohur dihet, e po e trumbetojnë dhe këto ditë në që ka filluar lufta, ata janë bashk, pra u shërben grekëve. Edi Rama është gati që të shesi edhe e të jëmës vetëm që të fitoj para dhe të iki pasaj këte, se do iki për t'i kuraj. Do iki do marrë parat dhe të siguroj atë ku i ka siguruar në offshore dhe do iki. A e përforcon argumentin tuaj, pra a e tregon në këtë rast Edi Rama është i kapur nga grekut nga mënyra se si Greqia ka intensifikuar presionin e saj kundrejt Shqipërisë, por edhe me vizitën e fundit të ministrit të mbrojtjes Nikos Dendias në Tiranë? Përse, a nuk e pyesin veten shqiptarët, përse vjen ministri i luftës i Greqisë në Shqipëri dhe e pret ky me nder kryeministër? Po, që ka vendimin e luftës në fuqi. Pse vjen ministri i luftës, ministri grek që i quajtur i mbrojtjes, është ministri i luftës pak. Pse vjen në Shqipëri ai? Ai kufiri nuk ta njeh ty si Shqipëri. Ai ligjin e luftës e ka në fuqi. Po përse pret ky qelpësir, ky qelpësir këtë ministër mbrojtje të Greqisë, përse pret? Çfarë do të i ka dhënë? Jo do të ja, por çfarë i ka dhënë? Se ja ka dhënë të tëra. Dhe nuk ndihet. Do zboruja Sali Berisha. Kryet tradhtari i të djathtës edhe i atletarëve shqiptar. Ai Sali Berisha. Pra, ai Dendiasi erdhi këtu për të marrë një 50 km² e det, se ka naftë atje. Pak të cilën u kam thënë juve e din shqiptarët edhe kam denoncuar dhe në një shkrim në vitin 2009. Erdhi për të hapur ca varet të tjera të atyre pushtuesve grek të vitin 1940. Për këtë erdhi ai, serdi se ju dojtë banku për tyja. Erdhi dhe për të thënë, për të nominuar, për të ligjëruar një 250.000 shqiptarë që kanë marrë kartë identiteti greke, për të quajtur minoritar, dhe për të krijuar Republikën ose atë ta më mirë Republikën e Voriopirit. Pra të erdhi. Zoti Islami, si e shpjegoni deklaratën e ministrit të mbrojtjes Nikos Dendias, i cili theksoi se duhet të ngrihen dhe është po diskutohet pra mes dy vendeve ngritja e komitetit të ekspertëve për çështjet e varrezave të ushtarëve grek në Shqipëri. Çfarë kërkon ende sa i përket ushtarëve grek të rënë në Shqipëri Athina zyrtare? Në kushtetutën e tyre, grekët e kanë të përcaktuar qartësisht, atje ku vritet një grek është tokë greke. Atë kërkon të bëjë dhe ka bërë, e ka arritur.
e ka arritur me ndihmën e Sali Berishës dhe të këtij Agushit që është në Burg, Ilir Metës. Po kështu i binde që në këtë mënyrë i binde që dhe Italia të kërkonte tokë italiane në Shqipëri. Ta quante pra tokë italiane. Italia nuk është Greqi, zotëri. Ndërsa grekët janë agresiv, grekët ashtu e kanë zgjeruar Greqinë nga një shtet me një sipërfaqe prej afërsisht 10.000 km2 që u krijuar në fillim mbas revolucionit të 1821-shit, tani kanë arritur në 100.000 km2. Pra janë zgjeruar vazhdimisht me ndihmën e armikut më të madh të padeklaruar të shqiptarëve, anglisë. Janë anglezët ata që zgjerojnë grekun vazhdimisht. Janë anglezët ata që përdorin grekun vazhdimisht. Por dua të them një gjë shqiptarëve. Sa kohë që të ketë Turqi, greku këtu nuk do puthi. Ta di dhe Dendiasi, ta di dhe ambasadori tyre që ka këtu, trupi diplomatik, ta di. Sa kohë që ka Turqi, Greqia nuk do ngërë kokë. Dhe këte e vërtetuan futja e avionëve turk mbi Athinë ditën që Dendiasi qenë Tiranë. Pra i thanë që ki kujdes, se këtu jemi ne. Dhe ai Dendiasi, që ka Dendias faktisht Deda, dhe mbi emrit ishte Deda, dhe është shqiptar puro, i ikur nga troje shqiptare, dhe tani del manti shqiptar se kushdo tjetër. Këta janë gjakprishurit e Shqipërisë. Në këtë rast, a mund ta shtjelloni më tej, cili mund të jetë roli konkret i Turqisë në raport me Greqinë, ku midis këtyre dy vendeve është Shqipëria, sepse kemi parë një në rastin e 97-s ku Turqia kërcënoi hapur Greqinë nëse do të guxonte që të hynte në jug. Jo, ai erdhi Mishtjave Verti, u fut në Dropull i shoqëruar me trupa e me kështu kishin sjellë dhe trupat të veshur civil, gjasme si minoritarë në përfshatrat e Dropullit dhe ishin bërë gati ata që të hynin ushtarakisht dhe ta merrnin atë që kërkojnë, por e pakrahasueshme e papërsëritshme e kryeministrit e Turqisë Tansu Çiller i tha pastër saktë dhe qartë. Ktheu me një mbrapsht që tha se ndyshe për 4 orë jemi në Athinë. Jam bathën grekët si lepuj, se grekët nuk janë trima i këta dini ju. Grekët bëhen trima kur shikojnë që ka një gjë të dobët përpara, po pa ndëm të ujë ku të ikin me vrap. Pra, pikërisht këtë bëri qeveria turke, presidenti Erdogan, këtë bëri para 4 ditë sa u bën tani që ishte Dendiasi në Shqipëri dhe vjen ministri i luftës. Kam pasur fatin e mira po të keq, që në mediat greke kam debatuar me 2 persona të cilët më vonë u bën ministra të mbrojtjes e Greqisë. Panos Kamenos dhe Panos Panayotopoulos. Dhe ua kam thënë këto që u them juve, që unë sa kohë që të ketë Turqi ju nuk do hyni në Shqipëri, sepse ky Panos Panayotopoulos më tha kështu. Janë videot, po media shqiptare nuk do t'i marrin këto video që disponoj unë. Këto dokumenta, këto prova që disponoj unë, nuk do t'i marrë sepse nuk jam ban trëmben nga Edi Rama dhe nga komunistët shqiptarë që kanë 85 vjetë që po i qeverisin këtë vend po e shkelin dhe nuk guxojnë të plasen. Dhe tha ju, kur ishte momenti kur në Pashaliman u vendosën e bon për ta mbajtur mirë mbajtur dhe për ta ndërtuar e për ta zgjeruar forcat të ushtrisë turke. Dhe ju tha, na keni kërcënuar hapur, tha, duke sjellë turqit në veri tonë. I thash dhe unë me atë qetësinë që më duhet të isha i qetë, sepse se isha as pak i qetë, por s'kisha të bëja. Dhe zotëri, pra që kohë sa ju kërkon me borë Epir, turqit nuk do largohen nga Shqipëria. Ikni dorë nga Vorjo e Piri, thash, ikni dorë dhe nga revokoni ligjin e luftës dhe është i thjesht problemi. Nuk ju shqetëson njeri në veri tuaj, por ju jeni një politik shoviniste anti-shqiptare të egër, të paluajtur dhe të palëvizshme, që kur u bët shtet dhe fatkeqësisht shteti ju u bën shqiptarët, i thash. Dhe kur them shteti bën shqiptarët,
i bën vërtet shqiptarë, sepse ata në parlamentin e parë grek ishin shqip. Edhe sot e kësaj dite profesor, politikan dhe filozof grek, përparimtar me ndërgjegje qytetare, e thonë troq dhe sakt. Greqishtja nuk ka ekzistuar para qindra vjetësh, ka ekzistuar gjuha pellazgjishe, që është gjuha e sot me shqipe. Flisnin shqip dikur. Megjithatë, problemi me Greqinë, thash, unë nuk të rëmem, pra që kosa është një Turqi e fortë. Nuk diskutohet fare. Si mund veproj Turqia në këtë rast, nëse Greqia mund krijoj provokimet e atilla? Let fare, e detyroj që të armatosi ishujt që ka armatosur Greku, se ka një marrëveshje mos armatosi të ishujt. E detyroj që të armatos ishujt. Dhe Turqia ka fare kolla, realisht me një orë luftë, 2 orë luftë e mbyll muhabetin grek. Sepse ka një ushtri shumë të fuqishme. Ka një ushtri shumë të fuqishme, zotëri. Ka një ushtri me ushtar trima, jo me ushtar që duan atë vaskën e banjos nga mbrapa. Po si mund të ndodhë kjo, se janë 2 vende anëtare të NATO-s? Se vërtet mendon se ka të vështirë, por nëse Greqia sulmon Shqipërinë, që është një vend antar i NATO-s, atëherë Turqia nuk e ka të drejtë që t'i thonë Greqia stop. Dalin. Zoti Islami, si mendoni, cila është arsyeja pse Greqia e rikthen sërish çështjen e varrezave të ushtarëve grek të rënë në Shqipëri? Asnjëherë nuk do pushoj Greqia se kërkuari në Shqipëri. Asnjëherë. Asnjëherë mund ta heqin nga mendja shqiptarët se grekët nëse nuk u thyej mundët, një herë mirë, vazhdimisht do kërkojnë. Ka mbaruar ajo punë, është politika e tyre e jashtme e tillë që nuk e ndryshojnë. Dhe ne armikun kryesor në Greqi nuk kemi qytetarin grek, kemi kyçën greke, atë grop septike që po qel gjithë dynjan. Ata janë anëmikët tanë. Ata i kanë vrarë ata klerikët patriot shqiptar. I ka vrarë kyça.